Medimi për drejtësi ka kontaktuar avokatën Berisha, e cila ka mohuar të jetë personi që dëgjohet në video bashkë me prokurorin Shala. Jo, absolut nuk kam qa me thanë, një këtyre e mora si për tjertë, nuk kam qka as më përgjigj as me thanë. A jeni ju në këtë video? Besoj që keni thirrë personin e gabum. Në fillim të Në fillim të videos Mirë, po në fillim të video ingjizimi që dyshohet të jetë bërë nga vet ajo, shihet bashkëshorti i saj FU. E pyetur rreth pranisë së tij, avokatja Berisha nuk ka pranuar të jap sqarime, duke ndalë telefonin. Në fillim të videos shihet bashkëshorti juaj, çka ka kërkuar atëherë bashkëshorti në këtë video? Betimi për drejtësi ka tentuar të kontaktojë edhe me bashkëshortin e saj, mirë po nuk ka qenë i qasshëm në numrin e telefonit që ka siguruar. Prokurori special nuk flet se në çfarë cilësie është intervistuar avokatja Berisha. Me qenë se jemi në fazë të hetimeve, në fazë të hershme të hetimeve, nuk do të kisha nda këtë informacion për opinionin, sepse mendoj që mund dëmtohet integriteti i hetimeve.